Kjo grua mori një qep dhe e fërkoi në dorë, rezultati e la pa fjalë. Qepa është një nga elementet bazë të gatimit dhe sigurisht trupi juaj merr shumë përfitime prej saj. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim të gjitha përfitimet kryesore që do të ofrojë qepa në organizmin tuaj. Nëse konsumohet ose përdoret normalisht në dietën e përgjithshme, ajo do të japë rezultate mbreslëndse për organizmin në lehtësimin e komplikacioneve. Shtimi i qepës në menun tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Qepa do të përmirësojë dëndësinë tuaj të kockave. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Sado e çuditshme mund të tingëllojë, disa studime kanë zbuluar se konsumi i qepëve në mënyrë efektive ndikon në densitetin tuaj të kockave. Ngrënia e një qepe në ditë për një muaj me radhë thuhet se rrit dëndësinë e kockave me 5%, krahasuar me ata persona të cilët nuk i konsumojnë qepët. Shtimi i qepëve në menun tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të kolesterolit dhe e mban zemrën të shëndetshme. Të larta në veti të mira anti-inflamatore, qepët do të zvogëlojnë gjithashtu kolesterolin e keq i cili është i pranishëm në trupin tuaj. Një nivel i ulët i kolesterolit gjithashtu zvogëlon riskun e problemeve kardiovaskulare dhe nga ana tjetër e mban zemrën tuaj më të shëndetshme dhe më të plotë. Ekspertët thonë se qepët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet i ketë pjesë të pandarë të dietave të tij. Qepët janë të mira gjithashtu edhe për stimulimin e sistemit tuaj tretës, duke lehtësuar atë. Qepët janë plotë me fibra që përshpejtojnë tretjen e duhur edhe bëjnë që të keni një organizëm më të shëndetshëm. Përveç kësaj, ato gjithashtu do të rrisin prodhimin e bakterieve të mira në zorrët tuaja, duke bërë më të lehtë procesin e tretjes në trupin e njeriut dhe duke evituar kështu komplikacionet e tij. Shtimi i qepëve në dietën tuaj do të zvogëlojë dëmtimin e qelizave dhe do të rrisë nivelin e antioksidantëve. Qepët janë shtëpia e 25 llojeve të ndryshme të antioksidantëve, të cilat janë shumë të mira për shëndetin e organizmit dhe jo vetëm që antioksidantë mbajnë larg komplikacionet e caktuara, por gjithashtu ato do të ofrojnë edhe një parandalim të dëmtimit të qelizave dhe mbrojtje më të mirë të sistemit tuaj imunitar. Shtimi i qepëve në menun tuaj ditore do të ofrojë një përmirësim të shikimit dhe shëndetit tuaj oral. Qepët vrasin bakteriet e këqija të pranishme në gojën tuaj duke përmirësuar kështu edhe higjienën tuaj orale. Karakteristikat e tyre antioksiduese antimikrobike gjithashtu mund të forcojnë në shëndetin tuaj dentar. Ato përmbajnë quercetin, një substancë e fuqishme e cila lufton kataraktin dhe i mban sytë tuaj më të shëndetshëm dhe më të mbrojtur. Ndaj, sigurohuni që qepët t'i keni pjesë të dietave tuaja, duke ditur kështu edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ato bartin. Shtimi i qepëve në menun tuaj ditore do ju ofrojë edhe një gjumë më të mirë në mbrëmje. Kërkimet e Universitetit të Colorados sugjerojnë se konsumi i qepëve mund të përmirësojë cilësinë tuaj të gjumit. Qepët kanë efekte të mira dietike të cilat promovojnë shëndetin tuaj të zorrëve dhe lehtësojnë gjithashtu problemet e stresit dhe përmirësojnë cilësinë tuaj të gjumit. Qepët përmirësojnë duken e lëkurës dhe parandalojnë edhe plakjen e pashmangshme të saj, duke ofruar që të keni një lëkurë më të shëndetshme. Të pasura kryesisht me nivele shumë të mira të vitaminës A, vitaminës C dhe vitaminës C, qepët mund t'ju ndihmojnë të arrini të keni një lëkurë të përsosur, plot me shkëlqim, ashtu siç e dëshironi, dhe rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Sigurisht, shtimi i qepëve në menun tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Qepët janë një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njerëzimit. Përdorimet e saj datojnë plot 3500 vite më parë. Qepët janë të mira kundër problemeve kronike, bashkë me shejkët dhe çajin e malit që cilësohen si superushqimet të shëndetshme. Qepa renditen ndër ushqime më superiore, të rëndësishme për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Qepa ka aftësi të parandalojë dhe është e dobishme kundër problemeve kronike, siç janë ato koronare, diabeti tipi 2 e të tjera.
Shtimi i qepëve në menunën tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje efektive të shëndetit dhe më pak komplikacione të tij. Qepa ka aftësinë të parandalojë dhe është e dobishme kundër problemeve kronike. Qepa është e rëndësishme kundër ushqimeve të dëmshme që shkaktojnë gjithashtu edhe rritjen e mikrobeve. Qepa arrin të mbrojë shumë më mirë shëndetin e zemrës më shumë se sa produktet e tjera ushqyese, duke u kthyer në një produkt fantastik të rigjenerimit të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Qepa është një produkt fantastik në betejën kundër problemeve të diabetit. Për fat të mirë, qepa ka aftësinë të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak edhe ta bëjë atë gjithashtu një aleate të mirë të organizmit në betejën kundër diabetit të tipit 2, gjithashtu edhe të mbipeshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni një peshë më të mirë trupore, por ajo do ju vi në ndihmë nëse konsumohet së paku një qep në ditë. Sikurse qepa të ishte pjesë e dietës suaj, atëherë do të keni edhe shumë përfitime për organizmin. Falë qepës zbehet dëmi i yndyrnave dhe sheqernave, ndaj duke ngrënë qep, ju do të mirëmbani më mirë nivelet e sheqerit në gjak dhe peshën më të mirë trupore. Qepa është armiku i qelizave të dëmshme. Ekspertët rekomandojnë në një zëri se njeriu duhet të konsumojë të paktën një qepë çdo ditë. Kështu përfitimet në organizëm do të jenë të menjëhershme, të shumëfishta edhe të fuqishme. Sigurisht që qepët janë një përzgjedhje shumë e mirë për mbrojtjen e organizmit dhe si e tillë do të luajë rol fantastik në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët rekomandojnë qepën se duhet ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Përfshiheni në sallata, në perime, në gatime me peshk ose me mish, dhe rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë mbreslënse dhe lehtësuese kundër inflamacioneve të ndryshme. Qepa është e dobishme për mbrojtjen e shëndetit dhe ato mund të luajë një rol pozitiv edhe në cilësinë e organizmit tuaj. Qepët, pavarësisht se janë një nga përbërësit më themelor të kuzhinës, janë të pasura gjithashtu me vitamina dhe minerale të rëndësishme që mund të luajë një rol pozitiv në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sigurisht e kombinuar si duhet në dietën tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje efektive për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Qepa është një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin e përgjithshëm dhe si e tillë do të luajë një rol pozitiv edhe kundër komplikacioneve që i kanosen. Sipas Brightside, këto janë përfitimet që do të merrni me konsumin e qepës në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Qepa ndihmon në luftën kundër problemeve të frymëmarrjes. Falë flavonoideve, ngrënia e qepës mund të ketë efekte relaksuese në muskujt e rrugëve të frymëmarrjes, një nga gjërat që ndihmojnë njerëzit me astmën dhe problemet respiratore. Qepa do të ndihmojë njerëzit që të kenë më pak probleme të tilla dhe të sigurojnë gjithashtu një mirëqenie më të mirë të shëndetit. Ekspertët e cilësojnë atë si një produkt më mirë kundër problemeve të radikaleve të lira. Problemet e zorës së trash janë 79% më të ulta tek personat që konsumojnë qepën. Ato janë të pasur me antioksidantë që ndihmojnë në parandalimin e formimit të radikaleve të lira në organizëm. Sipas analizave të disa studimeve, një dietë e pasur me qep mund të luajë një rol pozitiv rigjenerues për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Qepa do të rrisë gjithashtu nivelet e testosteronit. Studiuesit zbuluan një zëri se qepa dhe lëngu i saj mund të rrisin prodhimin e testosteronit tek burrat. Testosteroni është një hormon i rëndësishëm për burrat, të cilat janë përgjegjës për masën kockore, për muskujt, për forcën, shpërndarjen e dhjamit dhe krijimin e qelizave të reja të gjakut. Qepa do të lehtësojë edhe simptomat e menopauzës. Qepa mund të bëjë fjalën edhe më të lehtë të menopauzës. Në disa aspekte, edhe ngrënia e qepës mund të ketë ndikime pozitive në shëndetin tuaj të kockave pasi arrin në menopauzë. Meqense qepët janë një burim i mirë i kalciumit, ato ulin riskun e frakturave kockore me më shumë se 20%, citojnë ekspertët e Healthline. Ndaj shtimi i qepëve në menunën tuaj ditore mund të përkthehet në një mbrojtje të vërtetë ushqyese për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë
të mos zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.